Shteti BE hyn në luftë me rinj të vriten menjëherë 350 kafsh. Qeveria e Slovakisë ka miratuar një plan për të vrarë 350 rinj pas një sulmi i vdekjeprurës ndaj një burri 59 vjeçar në qendër të vendit. Ministri i mjedisit Tomas Taraba deklaroi se sulmet e rinjve ndaj njerëzve janë shtuar ndjeshëm. Me 1900 incidenteve të vitit në kaluar, popullsia e rinjve të kafenjt në Slovaki llogaritet mbi 1000. Kjo nuk është jetë normale. Njerëzit nuk mund të kenë frikë të shkojnë në pyll, u shpreh kryeministri Robert Fico. Në 55 nga 72 qarqet e vendit është pallur gjendje emergjence, duke i dhënë Ministrisë së Mjedisit të drejtën të lëshojë direkt leje për gjuetin. Organizatat mjedisore kritikuan vendimin duke e quajtur shkelje të detyrimeve ndërkombëtare të Slovakisë dhe duke kërkuar masa parandaluese në vend të vrasjeve. Deri tani, për vitin 2024 ishin lejuar të vriteshin vetëm 144 rinj.